Përshëndetje, përsëri jemi me një tjetër aktor, pjesëmarrës të Alb Art Festival, që edicionin e parë të këtij viti ja ka kushtuar gjinisë së teatrit. Pa humbur kohë, unë do doja që Kastrioti të na prezantojë cili është ai dhe konkretisht, sidomos nga fusha profesionale, me çfarë merret. Atëre quhem Kastriot Shehi, jetoj këtu në Itali për 35 vitesh. Bëj edhe aktorin, kam mbaruar për komedi arti në Venecia. Marr shumë vite pjesë në Rom, në projekte filmike, për televizionin kinema, gjithashtu dhe në Shqipëri, që një zbulim i vonshëm 2015 e këtej. Dhe jam shumë i kënaqur. Më rref zemra në Shqipëri. Më rref zemra edhe kur vi në një iniciativë të organizuar nga shqiptar këtu në Brescia, një festival që gjithë mrekullueshëm. Edhe ju përgëzoj për këtë, përgëzoj Albona, që është motori i shkaje me gjithë ju të shoqatës Oda. Jam entuziast që nga momenti që më telefonuat edhe më ftuat. Do doja edhe sikur të isha i zënë, do doja edhe siç realisht bëra, fluturova me gëzim për të ardhur këtu, për të dhënë kontributin tim, që do të jetë edhe në vazhdim në vitet që vijnë, nëse do të kemi fatin që ta vazhdojmë ta ripërsërisim këtë eksperiencë të mrekullueshme me laboratoret që po bëjmë bashkë me kolegë të tjerë, me një regjisor po prapë shqiptar që vjen nga Athina, është me vërtet një gjetje shumë e mirë. Shoh edhe pjesëmarrjen e publikut që është i shumëfisht, ka mbushur sallën këtë vit. Duke patur parasysh që dhe kushtet sidomos atmosferike nuk i kemi në favorin tonë. Pra nuk e di se ndjehet në telekamera që janë diku ke 38 gradë në këtë moment. Dhe ndoshta derisa nuk është nga emocioni, është sidomos prej vapës. Shfaqja e mbrëmshme ishte shumë e bukur, nuk e prisje. Edhe kjo që dihet sonte kam shumë ekspektativa, më pëlqen shumë aktoria, me cilën po punoj këtë ditë, edhe nuk e kam parë akoma në sken atë shfaqjen e saj, kështu që rroft Shqipëria, rrofshin shqiptarët e këtu shumë, rroft Oda. Unë nuk dua ta mbyll në fakt, se dua të do drejtoj një pyetje tjetër. Në fakt kisha ndërmend që të thoja cilat do të mund të ishin përshtypje, po ti gjatë përgjigjes së pyetjes së parë unë e kuptova fare mirë. Por e fundit që dua të di, sa të nevojshme janë organizime apo aktivitete të tilla. Në përgjithësi për artin, por në veçantë edhe për teatrin, pse jo? Atëherë, të bësh teatr, jo vetëm për ne aktorët, për të gjithë. Është çështje me vërtet jetike duhet bërë teatri. Duke filluar që fëmijë, edhe duhet ta shoqëroj jetën e njeriu, të ndihmon të thosh mirë, nuk do të them gjëra banale, nuk më vjen fjalë tjera, por teatri është vetë i domosdoshëm. Cili që pyetja? Jo, normalisht me sa kuptova unë nga përgjigja, është që aktivitetet të tilla janë të rëndësishme dhe të domosdoshme. Mirë, kaq, domethënë, këto intervistat janë intervista shumë të shkurtra. Ne do kishim dëshirë që të flisnim akoma dhe më tepër, po ky ishte si një fillim. Kështu që ju falenderoj për pranimin këtu, ju falenderoj dhe që pranove qoftë ndash këto pak minuta me ne, dhe urime suksese në gjithçka që bëni. Faleminderit.